Kjo çështja e qenurit krenar me fe natyrisht që vjen paralelisht me dijen që njeri ka për aspektin fetar. Kur njeri ka njohuri, din për botkuptimin e cilin jeton, atëherë natyrisht që krenaria nuk ka mundësi me mungu, por kur është ignorant, atëherë njihet i kompleksum edhe për faktin që është musliman, sepse nuk ka diçka afër vetes, domethënë që ja jep atë mbështetjen ose sigurinë e qenurit tamam në botkuptimin në cilin jeton. Po, zaten pse zbriti Kurani me fjalën më të bukur, fikre, lexo. Muhamedi Islami na inkurajoi që na të jemi studioz, mësojmë të lexojmë, studiojmë, që në mënyrë që të dimë se jetojmë këtë botë, çka është qëllimi, çka ndodh me neve, çka na pret pas kësaj bote, domethënë gjithçka e mësojmë përmes mësimit, leximit dhe studimit. Nëse na jemi ignorant, atëherë shpesh herë njerëzit e humbin edhe atë dëshirën për me jetu. Domethënë, unë bën shumë përshtypje dhe i shoh njerëzit kanë njerë që qaq i duket vetja i pavlerë, i duket jeta pa kur çfarë kuptimi, saqë më ra rasti bile. Isha tash në Ramazan, me vllanë dhe morëm një taksi, e njoh shumë pak atë personin, po nuk kisha besu që ka qësi mendimi për botën, për jetën, atë që më tha. Mendoj ta që kjo botë e ka të gjikon një kufi, tha për me jetu mirë, tha dhe shumë mirë tha që kalon Zoti me vdek, tha që ka me jetu, tha, krijon tha një familje, tha dhe bal tha kena jetu me jetë, tha për në ahiret. Domethënë, çka tha pejgamberi alayhis salam, na inkurajoi me shumë fjalë bukura dhe që na jep optimizëm për këtë botë. Po tha, unë për këtë botë, sikur nuk kime vdek kurrë. Jepja hakun kësaj bote, puno, për çfarë do mënyre, çfarë do sfere, çfarë do mundësie që të ofrohet, sikur nuk kemi vdek kurrë. Mendo për ahiret sikur do të vdesësh nesër. Domethënë, na tha që bënë një balans të jetës, mos ja jep hakun veç kësaj bote edhe me lan krejt ahiretin. Se nuk bën ashtu, se e dimë na besojmë se këtu më pas edhe botë pas kësaj bote. Po dhe nuk tha që ti më bëha si njeri që më mbyll edhe mos me dhon kontribut në asnjë aspekt, se hajtë se kam e vdek. Hajtë se çka me bë, për çka më mundu, pse me bë shtëpi, pse me blej ato, pse me blej këto, kam e vdek. Domethënë nëse njeriu i rrin që kjo vazhdimisht në kohë, atëherë ai nuk ka më pas një rezultat as të mirë në shëndetin e vet, sa ai ka më pas ngarkesë psiqike, ka më shtyp trunin e vet çdo ditë me diçka që ja penalizon çdo aktivitet kësaj jete. Po edhe të Zotit i s'ki me ka mirë. Kur ti nuk i vullnet për më qu, me ba, me vepru, atëherë është diçka që ti, çka ka me ba, ka me thonë, hajtë se po rri, po flajsëm, ka me deke. Domethënë, dikon me qenë pesimist. Pesimist, domethënë, Islami na ka për kur gjë. Besimtari nuk do të me mendu asnjëherë pesimismi nuk guxon me shtin kryq. Gjithherë do të me kon aktiv, gjithherë do të me kon që thash, i do bishëm për tjerë, gjithherë do të me kon ai energjin me e ripërtri çdo moment që me pas mendime për diçka më të mirë edhe më të ndritshme për veten e tij. Pse ka bën namazin? Domethënë çka na ka mundsuar përmes namazit? E fiton trupi dhe energjia jo në ripërtrirje, edhe nga aspekti fizik. Çat shumë që i lodhën momentin kur merr abdes, shkon lodhja se din se ku shkoj. Domethënë ajo freskia. Po pjesën e abdesit, ki bash ma kujtove, kisha desht me lidh për shkak se që tha vjen freskia edhe çlodhesh edhe psiqikisht. Me thonë njerëz të traumatizun, zakonisht rekomandohet që në momentin që e përjeton një traumë, qoftë vend lufte, qoftë, me thonë mënyra ma e mirë që njeri është me ndihmu veten, është me i lak durt, me lak ftyrën, me lak pak kokën. Me thonë një mënyrë, do me thonë që është komplet abdesi. Edhe na e bojmë çdo ditë 5 herë në ditë, do me thonë na i paraprijim, na i parandalojmë problemet tona të shëndetit mendor përmes abdesit, përmes namazit.